Kjo javë ka nisur me temperatura përvoluese. Sipas meteorologëve, termometri në disa zona do të ngjitet dhe mbi 41 gradë Celsius. Presim një maksimum prej 41 gradësh, do ketë zonat izoluara që mund të shënojnë edhe 42 gradë kryesisht në qarkun Berat Elbasan, ndërkohë qytetet kryesore që nga Baramculli, Puka, Kuksi, zonat malore janë me temperatura shumë të larta. Kemi temperatura Tiranë, Fier, Lushnjë, Berat, Elbasan, Gjirokastër, ku termometri do të jetë 40 dhe mbi 40 gradë. Por parashikojnë një rënje të ndjeshme të tyre prej ditës së mërkurë. Duke filluar më pas që nga e mërkura dhe deri në fundjavë na pret një motë mjaft i freskët. Temperaturat çdo ditë nga e mërkura të enjten dhe të premten, po ashtu edhe në fundjavë do të kenë rënje. Do jetë dita më e freskët, dita e premte, ku kemi një maksimum prej 29 apo 30 gradësh, pra nga termometri nga 40 gradë, në të premte dhe në fundjavë do të jetë jo më shumë se 30 gradë. Në disa zona të vendit pritën dhe reshje shiu, ndërsa dita e premte do të jetë dita më e freskët me temperatura nën 30 gradë Celsius. Dita e mërkurë mbetet sërish veriu dhe qendra me rrebeshe, të enjten dhe të premten i gjithë territori do të ketë paraditet kryesisht me kthjellime, por pasditet do të kenë reshje ku do të jenë dhe rrebeshe. Parashikohet që her pas here duke filluar që nga dita e mërkurë dhe në vijim, në pjesën e dytë të ditës të kemi edhe stuhi të forta ajere, sidomos për gjatë vijës bregdetare. Dhe fundjava pritet të jetë e freskët. Temperaturat do të jenë më të ulta si në vlerat minimale dhe ato maksimale.